Nëse duam një fakt të dukshëm të shqiponjës së Gjergj Kastriotit, atë mundet ende ta prekim në kishën e Shëndout në kepin e Rodonit. Ajo i përket të njëjtës periudhë kur edhe u zyrtarizua në flamurin ton kombëtar. Edhe pse historia e kësaj zone nis në kohë më të hershme, thuhet se manastiri u ndërtua nga motra e Skënderbeut. Ashtu siç mendohet se Mamica edhe jetën e mbylli në këtë vend, ku sot ruhet gjurma më e rrallë e shqiponjës arbërore. Ishte Atzef Plumi, që gjatë periudhës së shërbimit në të zonë, nxori në dritë i tërhequr nga freskët e kësaj kishe, edhe shqiponjën që gjendet në pjesën kryesore të murit të faltores. Në krah të saj, veç të tjerash, dallohet edhe figura e një kalorse që sipas studiuesve i përket Mamica Kastriotit.